Është një ajet madhështor në Kur'an, cilën i lartë madhëshmi thot: "Me ya'mal salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, felenuhyiyennehu hayatan tayyiba." Kush do që bën vepra të mira, pa e marrë parasysh a është mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do ta ngjallim atë me një jetë të mirë dhe do ta shpërblejmë me më të mirën e asaj që kanë vepruar. Shikoni çfarë ajeti madhështor dhe përgëzues. Ky ajet e përmbledh lumturinë si koncept. Lumturia nuk ka mundësi të gjendet jashta asaj që u përmend në këtë ajet. Pra nëse e dëshiron lumturinë o robi i Allahut në këtë botë dhe në tjetrën, nevojiten vetëm dy kushte. Kushti i parë, mi pas veprat e mira, me qenë vepër mirë, me qenë përmirësues, me qenë rregullues, e kurse si mos me kanë shkatrues dhe çrregullues. Nëse je vepër mirë, bën vepra të hajrit, e adhuron Zotin, i respekton prindrit, i mban jetë farefisnore, i ndihmon nevojtarit, edukon fëmijët, e çan mirë me kojshi, jep lëmosh, agjeron dhe vepra të shumta të mira deri edhe buzëqeshja është sadaka. A mjafton kjo? Jo, nuk mjafton. Duke qenë besimtar. Çka kushti i dytë? Nuk është kusht gjinia, se Zoti po e thot pa e marrë parasysh a është mashkull apo femër. Nuk është kusht. Xheneti është si për meshkuj, si për femër. Ashtu edhe xhehenemi. Mirë, po kushti është që këto vepra ti bësh duke qenë besimtar. Duke besu botën e fshet. Se Zoti i Madhreshëm i cilëson të devotshmit janë ata që e besojnë të fshehtën. Se profetët kanë ardhur me na mësu neve, siç po quhet në gjuhën bashkore, metafizikën. Nuk kanë ardhur me na mësu neve fizikën, se fizikën Zoti ja ka vënë njerëzve instinktin që me njoft shumë mirë, se si me punu ara, se si me bën ndërtimtari, se si me zhvillu makineri. Tu i dim, si janë ardhur profetët për këtë arsye. Profetët janë ardhur me na mësu atë që është përtej fizikës. E këtu dallohet besimi për mosbesimit. Pra ai që beson të fshehtën, ata që nuk shihet me sy të ballit, beson Zotin, i beson melaqet, librat, dhe çfarë do që përmbajnë librat, çështja e shpirtave, çështja e botës përtejme, profetët, ditën e ringjalljes dhe saktimin për të mira për të keq, ky është besimtar. E nëse këto dy kushte i plotson, Allahu i Madhëshëm po thotë do ta ngjallim ata me një jetë mirë. Para pak kohësh e dëgjova një rast shumë interesant, një familje presidencionale, që ka qenë më herët, ka pas gjitha kushtet, me jahta, me gjithçka. Po një person, mas shumë vite, mas shumë dekada, ka pas raporte të afërta me ta. Po tregon ai e ka pas jetën ferr. Jetën e ka pas të mjerueshme. Njerëzit pamje të jashtme kur e kanë pa, me gjithat pasuri, me gjithat bukuri, kanë mendu që është i lumtë, ju ka shfaq njerëz ashtu. Kurse ky që ka njoft jetën brenda, jetën ferr, jetën tmerr. Pse? Se nuk i ka plotsu këto dy kushte. Nuk ka qenë vepër mirë duke qenë besimtar. E ai cili është e sheh që e ka jetën më të lumtur, jetën më të rahatshme, jetën më racionale dhe më të rregulluar. Dhe nuk po mjafton kaq, nuk po t'jep Zoti veç në këtë botë lumturi. Po thotë edhe kemi me i shpërblyer me më të mirën e asaj që kanë vepruar. Që kanë disa bujara Zoti. Kurse ai i cili bën edhe vepra të mira edhe të këqija duke qenë besimtar, ai nuk e arrin këtë lumturi të plotë. Ati i lëshohen belat që me pastru ata prej gjunave që kur del para Zotit me dali pasër. Tu e qëllimi është ai që është vepër mirë dhe ju largohet mëkatet mëdha. Mëkatet mëdha duhet detyrimisht me ju largu. Dvogla nuk muj me shpëtu. Nëse ti përzin mëkatet e mëdha me vepra të mira, mos prit që e ki këtë jetë lumtur. E ki një pjesë. Normal më mirë se ata që se kanë besimin, po prit që mujnë me të ndodh bela që me të pastru në atyre mëkate. Kështu që nëse don lumturinë e plot, edhe veprat e mira të plot mi pas edhe besimin e plot, dhe kështu është lumturia edhe në këtë botë edhe në tjetrën.